Mirë, ne do të ndalemi në një tjetër çështje. Do të ndalemi sigurisht tek le të themi hetimi që ka ndërmarrë tashmë prokuroria e posaçme SPAK ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku në raport me atë se çfarë është deklaruar tashmë publikisht, një fletëthirrje për sa i përket tenderit për mbikëqyrjen e punimeve në tunelin e Llogaras. Kjo fletëthirrje supozohej që ditën e hënë, dy ditë më parë, pra, zëvendës kryeministre Balluku të paraqitej në SPAK, por për shkak të një aktiviteti jashtë Shqipërisë, nuk e kishte të mundur. Hajde tani më thuaj, çfarë po ndodh me këtë çështje? Ku jemi, është thirrje e parë nuk u ekzekutua, tani në çkushte ka pas një fletëthirrje të dytë, çfarë dim? Ndoshta tani SPAK që nga fillimi në maj të vitit 2024 u arrestua në atë kohë në detyrë kreu i autoritetit rrugor shqiptare Viz Berberi, varësi drejt për drejt i zëvendës kryeministres, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjetikës zonjës Belinda Balluku, dhe krahas arrestimit u sekuestruan edhe sende materiale që konsistonin në telefona, kompjutra apo USB të cilat u zbërthyen më pas nga hetuesit e posaçëm në drejtimin e prokurorit Dritan Prençi dhe kanë dalë biseda të cilat e lidhnin drejt për drejt me zëvendës kryeministren apo ministren e infrastrukturës dhe energjetikës zonjën Belinda Balluku. Teksa jemi më shumë se një vit më pas, javën e kaluar, në Ministrinë e Energjetikës mbërriti një fletëthirrje që mbante firmën e prokurorit Dritan Prençi, e ritheksoj, pra është i njëjti prokuror që ka hetuar edhe çështjen e Erviz Berberit, ku kërkohej që të shkonte të paraqitej në prokurorinë e posaçme e shoqëruar nga avokati i saj, zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Po çfarë nuk kupton shoqërimi nga avokati, se këtu pastaj lindi edhe diskutimi që është marrë person hetim apo nuk është marrë person në hetim. Nëse thirrësh në cilësinë e dëshmitarit, nuk ke nevojë që të marrësh avokat. Aman moment dhe këtë ma pohon besoj edhe zoti Bejko, aman momentin që ti thritesh shoqëruar nga avokati, do të thotë që ti do të merresh në pyetje, do të ballafaqohesh me disa prova apo të dhëna që janë mbledhur dhe nuk duhet të thuash asnjë fjali më shumë se sa avokati të orienton për të mos rënduar pozitat në të cilat mund të jesh. Me njërë pasaj në fundjavë, Ministria lajmëroi për një takim, ashtu sikurse patjetër ka lajmëruar më herët dhe prokurorinë e posaçme që nuk do të ishte në Shqipëri ditën e hënë, por ishte thritur, dhe ka kërkuar për shtyrjen në një datë tjetër. Nga ajo se çfarë është bërë publike dhe nga informacionet patjetër të marra në prokurorinë e posaçme, ka pasur edhe një fletëthirrje të dytë ditën e djeshme, dërguar përsëri në adresë të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjetikës. Nuk dim se cila është përmbajtja e kësaj kërkese, pra nëse përtej faktit që është bërë me dije nga zonja Balluku që nuk do të jetë, pra ditën e hënë kur ishte thritur, prokurori Prençi ka ndjekur procedurën standarde duke dërguar fletëthirrjen e dytë me datën e dytë, pra është një procedurë normale që ndiqet edhe në rastin kur personi që do të merret në pyetje apo person në hetim, kjo mbetet për të parë pastaj kur të sjellë njoftimin zyrtar prokuroria e posaçme, pavarësisht se e ka lajmëruar që nuk do të jetë. Në qoftë se nuk paraqitet edhe këtë radhë, patjetër që vazhdon pastaj procedura standarde që do të nuk e di sa herë ka për ta thritur një person zoti Beko derisa të shoqërohet në forcë. Balluku nuk u paraqit. Nuk ka një numër të caktuar, por ka një progresion, një përshkallëzim të qëndrimeve të organit procedurës. Që do të thotë? Siç e tha dhe zonjusha Ida, pra thirrja e asaj me avokat tregon që ajo nuk do pyetet si deklaruese, por mund të jetë në dy pozita procedurale. Ose si person ndaj të cilit zhvillohen hetime, pra personi dyshuar që i shënuar emrin në regjistrin e procedimit. Që do thotë personën e hetim? Po. Personën e hetim? Do pyetet si person ndaj të cilit zhvillohen hetimet. Është terminologjia që ndiqet në ligjin procedural ose si person që ose si e pandehur. Si e pandehur. Siç është përfolur shumë për këtë dytën. Tashti si rregull, si procedohet. Në përgjithësi, paktën nuk më rezulton që të jetë thirrur më parë. Të jetë thirrur më parë. Dhe kur thirresh për herë të parë, Balluku ka qenë në SPAK. Ka qenë? Balluku ka qenë në SPAK. Atëherë mund ta kem pyetur për këto gjëra. Balluku ka qenë. Atëherë mund të jetë njëftim akuze. Ja të kesh pamje Beko. Po ka qenë në SPAK patjetër. Atëherë mund të jetë pyetur si deklaruese dhe tani mund të njoftojnë akuzën. Shkruhet në fletëthirrje kjo?
kur shoh the thirrje që jeni thirrur të paraqiteni sepse do të komunikojmë këtë zyrtarisht apo ka disa fletëthirrje të cilat përpilohen sipas pozitës procedurale të individit. Në rasti konkret mund të ketë bërë ftesë për paraqitje, është terminologjia procedurale, dhe e bën prokurori duke i dhënë edhe ndonjë të dhënë. Pra, i jep indicie përse po vjen këtu te ne? Po, mund t'ja japi. Po mund dhe mos e japi, po. Po edhe mund mos e japi, po edhe mund t'i japi diçka të lehtë, vetëm nenet për të cilat referuar të detës penale materiale, që ajo dyshohet, shkelje barazisë të nuk e di se çfarë mund të. Shkelje barazisë në tendër, është paktën çfarë është përfolur. Dhe duke i bërë me di që duhet edhe një avokat. Tash ti vim tek njoftimi për të paraqitur. Si rregull, ftesa bëhet njoftim. Dhe këtu janë ato elementet procedurial lidhur me njoftimin. Në rast se personi ka marrë dieni për njoftimin dhe nuk paraqitet për shkaqe të papërligjura, pra ti e përsërit njoftimin në mënyrë thirrëse. Në rast se individi nuk paraqitet përsëri dhe rezulton që ka marrë dieni përsëri dhe shkaqet janë të ligjura ose të papërligjura, por është rast përsëritur, atëherë organi procedues mund të urdhërojë thirrjen e saj forcërisht, duke njoftuar komisariatin përkatës të banesës ose të adresës që dihet, që të shkojë të shoqërojë në banesë dhe ta sjellë forcërisht në datën dhe në orën që është lënë takimit të prokurorit për të pyetur. Dhe kështu mund të ndodhë edhe në këtë rast, më kupton. Mund t'i bëjë edhe pastaj edhe njoftim në kufi, që ta penalizoj të mos dalë jashtë kufive, ose kur është jashtë, kur hyn në kufi, e ndalon punonjësi i policisë dhe shoqëron te prokurori, duke mbajtur edhe letër njoftimin ose kartë identiteti ose pasaportin që ka për të kryer procedurën. Faleminderit Beko për shpjegimin profesional të kësaj çështje. Aida, akuzat për këtë shkelje barazisë në tendrave dhe çfarë dosjesh të tjera ka të cilat le të themi po hetohen tashmë ndaj Ballukut? Nëse duke qenë se këto të dhëna kanë dalë nga hetimi që është bërë ndaj Ervis Berberit, atëherë flitet për shkelje të barazisë në tendra dhe nëse flasim për tunelin e Llogaras, bëhet fjalë për një vlerë 50 milion euro shtesë nga buxheti që ka qenë parashikuar nga si fond për të rregulluar tunelin në Llogaras. Tani për hir të së vërtetës, nuk po, pra pa mos përfshirë këtu se përse mund të jetë rritur zonja Balluku, por po them se çfarë ka tjetër dhe çfarë hetohet tjetër nga prokuroria e posaçme. Janë njësër rrugësh të reja të bëra në vendin tonë që në fakt Andi edhe po ti shohësh kur ne kalojmë duke që janë tërësisht jashtë standardeve dhe këto rrugë janë të kolauduara. Çka do thotë që kanë marrë firmën që janë rrugë të bëra në mënyrë të duhur. Një nga ato është Thuman Kashari. Që besoj të karon të kalosh dhe si qytetar dhe si përdorës rrugë kuptojnë që cilësia e ndërtimit di shumë vjen, po unë që kaloj shumë shpesh ka ato lëvizjet e makinës dhe ndërkohë të gjitha pjesët e bëra ura, nëse ti e ke shpejtësinë e lejuar 130 dhe shkon me 130 tek ajo ura, ti rrezikon që makina të dalë jashtë kontrollit për shkak të lartësisë që ka në fillim dhe në mbarim të kombat e urës. Dhe kjo është një tjetër rrugë e cila të paktën nga informacione që unë kam, po hetohet nga prokurori. Pra ka një procedim të regjistruar, nuk di nëse po hetohet apo jo, pra mos të shkoj deri në atë pikë, dhe njësër rrugësh të tjera të ndërtuara së fundmi në vendin tonë. Kam përshtypjen do të jetë edhe Tigri 1, Tigri 3. Tigri 3, po. Edhe çështjet e fotovoltaike, domethënë për këto parqe fotovoltaike ka një. Pra janë njësër njësër pjesësh veprash, po themi, pra vepra të qeverisë shqiptare, të cilat po hetohen nga prokuroria e posaçme. Ose janë regjistruar procedime për to, se pastaj jetimi. Dhe ka dhe një diskutim. Njëta gjë është, kur regjistron procedime, regjistron se heton. Nuk di ma kanë filluar hetimet apo jo, pra kjo mbetet për tu.